Se kush I do të mirën vetes, lidhet me Zotin e gjithësisë, lidhet me muajin e Ramazanit. Futet në ibadete dhe në vepra shumë të mëdha dhe të rëndësishme. Prandaj tha, ja baghi al khairi, aqbil, o ti që kërkon mirën, erdhi koha. O edhe ti që e ke tepruar me të këqija, mjaft ma. Mos I bon ato të këqija që ke bëu jashtë Ramazanit, me I bon në Ramazan se është gjinafi madh shumë. Dhe ke humb në fakt gjëra shumë të mëdha. Çfarë ke humb? Ke humb në muajin e Ramazanit, nëse si jep hakun, e tham Xuman kur kemi qenë të fundit që pejgamberi po hyrte në mimber dhe I tha Xhebrail Emini mirë për atë person, lart të madhit Zot qoftë nëse jeton në Ramazan dhe si falin gjinafe. Kështu ka thënë Xhebrail Emini. O Muhammed tha, mirë për atë person dhe lart të madhit Zot qoftë që jeton në Ramazan, si jep hakun në Ramazanin dhe s'del nga Ramazani pa gjinafe. Pra, ai që nënvlerëson muajin e mandueshëm të Ramazanit, I kanë ngel ngarkesa e gjinafeve dhe njeriu po mbeti me ngarkesën e gjinafeve e ka humbur këtë botë dhe botën tjetër. Po nëse I jep hakun në Ramazanit dhe e ka hequr ngarkesën e gjinafeve që I ka bërë padrejtësisht në këtë tokë që në fakt është e Zotit përpara se me qenë e njerëzve. Ka fitu këtë botë dhe botën tjetër, këtë nuk e them unë sot. Këtë e kanë thonë gjithë njerëzit e ndershëm, gjithë historikun botror. E ka thonë Nuh alayhis salam para mijëra vjetësh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Thot Nuh në Kur'an, në surën Nuh ka thonë Zoti I gjithësisë I ka thonë popullit, kërkoni falje të madhit Zot, do t'ju fal. Po nëse I madhi Zot e fal njeriu, çfarë ndodh? Yursili sama aleikum midrara. Tha Zoti, kur të kënaqet me ju t'ju fali gjinafet, do t'ju mbuloj juve, do t'ja sjellë shiun me bollëk nga qielli. Uji që është bazë e jetës për çdo send. O ju mdytkum bi amwalin wa banin, do t'ju shtoj juve shumë pasurinë dhe fëmijët. O ju mdytkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Do t'ju mbuloj juve me gjelbrim, me kopshte, me burime, çfarë doni ju? Kur t'ju ketë fali madhi Zot. Ja ku është muaji Ramazanit.